Kryetari Komunës Çajiri, Izet Menditi. Ju lutem largoni prej pirë. Qytetarë të Çajirit, a ju thash të rritën Çajir, e keni mbajt fjallën. Ka hana, kryetari Komunës së Çajirit tash është Izet Menditi. Unë du të përgëzoj dhe të uroj edhe në kërtesin pasën e listës në cilë drejtë dhe kryetari Shqipit të Çajirit. Para se të falenderoj që gjithë pak që kemi fillu, të kemi edhe këshilltarën e Albin Kurtit edhe kryetarën e Preshevës, Ardita Sinane. Duhet të falenderoj se cilin veç e veç për këtë betejë. Po para se të falenderoj për betejën, për fitoren historike, sepse si duket është hera e parë në Çajir që të klasohet një kandidat që në raundën e parë. Duhet të falenderoj dhe të përgëzoj për qetësinë, për vlerat, sepse të gjithë qendrat
bashkëkombëtare, ndërkombëtare dhe prej Nikove deri Stru kanë qenë të gjitha drita drejqimet të kthyer nga Çajiri jon. Dhe unë ju përgëzoj që ju nuk ra të provokim, kemi udhëheq bashkarisht me Sekën, me Bekimin, me Afrinin, me forumin e Gruas, me forumin e Nord, me Këshillat e Nord. Pra në këtë moment nuk kemi bërë vendime, nuk kemi bërë kërcënime, nuk kemi bërë shantazh. Ju përgëzoj edhe shefin e shtabit Bersimi me gjithë shefat e shtabeve nivel lokal, sepse ju sot keni dëshmu se në Çajir ka qytetari, në Çajir ka vlera, dhe ato të cilët i kanë njollos vlerat ishin ato që i kanë eksportuar pushtetin në të kaluarën, që zgjedhjet i kanë bërë të zymta, zgjedhjet i kanë bërë të rrezikshme, ndërsa kur vleni është në qeveri, vleni fiks pari, mundohet për qetësinë e qytetarit, mundohet që ditë e qetë, ditë bajramit, ditë festet, ditë gëzimit, sepse që fitojnë ne kemi ditë. Ne kemi punu që të tregojmë gjithë se Çajiri është epicentër e politikës dhe sot në tutje ne e përmbyllim këtu dhe të ndihmojmë atje kësë është mbyllë, kësë është vini formatat, vinë gjithandej që veni fiton, veni udhëheq në Sarajin dhe Haraqin, dhe të asë në Pokatin, në Tekaj, në gjithandej, në timat ja urova dhe në preskonferencë, ja urojnë e këtu, të vëtë sigur të ka vetëm plasnisën. Keni kohë dhe ato të atë platformë me miliona për Çajirin, të realizojnë cepet Çajirin, për infrastrukturë të ndërbej më të mirë dhe më të madhin në trevat bashkëkombëtare, pra neve nga pret puna, ne kemi marrë përgjegjësi që kësaj radhe, e du më thonë, edhe të kaluarën kemi bërë për Çajirin, pas kemi pas për krajt e qeverisë. Tash me qeveri, me qytet, me ndërmarrje, me komunë, Çajiri të ndronë fizionomin dhe dhe pjesa më e bukur e qytetit Shkupit, pjesa më urbane e qytetit Shkupit, duke fillu pra nga në infrastruktura lëndësore dhe regionin e qytetit. Pra çka do që them pak është, urime, ta gëzojmë fitoren, ta gëzojmë në këtë festë.